Me gëzim erdha me shoj për herë të parë në këtë kish. E kam vizituar, po që hera parë që me shoj, në një ditë të shënuar, kur kujtojmë dy hierark shumë të ndritur të kishës tonë, të cilët bën një luftë shumë të madhe për të mbrojtur besimin ortodoks. Shën Athanasi i Madh, i cili luftoi kundër herezisë së Ariosit, dhe Shën Kirili, i cili luftoi kundër herezisë së Nestorit. Shën Athanasi i Madh është një nga hierarkët më të dëgjuar të kishës. Prandaj dhe nderimi dhe devotshmëria e tij është shumë e madhe. S'ka vend, s'ka pa fshat, paktën në Korçë, që mos kishte një kish kushtuar këtij njeriu shumë të madh. Të gjithë që e kanë lexuar jetën e tij e kuptojnë se çfarë besimi të madh dhe dashurie të madhe kishte ai për Zotin edhe për të ruajtur doktrinën e drejtë. Shën Athanasi lindi në vitin 295, pak para se të fillonte persekutimi, një nga persekutimet më të tmerrshme nga perandori Dioklecian kundër të krishterëve. Thonë që ndoshta vetëm në këtë persekutim mund të jenë vrarë mbi 1 milion të krishterë. Dhe u rrit nga një familje krishterë, të cilët e edukuan atë me besimin e madh. Të gjithë ju ndoshta e keni dëgjuar historinë mjaft të dëgjuar se si ai kur ishte fëmijë, bashkë me fëmijët e tjerë, bën një rit të pagëzimit, ai sa Patriku e saj kohe Aleksandri Umanit. E mbasi e pyeti dhe të gjithëve se çfarë ju kishte thënë Athanasi dhe si ishin përgjigjur ato, dhe kur pa që ishin bërë në mënyrën krejtësisht të rregull, se i kishte pagëzuar si fëmijë Athanasi në det, i bëri vetëm mirosjen, e pranoi pagëzimin e tyre. Dhe ju tha prindërve që ta edukojnë e ta shkollojnë në mënyrën më të mirë, sepse ky do jetë në shërbim të Perëndisë. E në moshë të re, ai e mori, e dorëzoi djakon dhe qëndroi pranë Patrikut duke e ndihmuar. Në atë kohë filloi herezia e famshme e Ariosit. Ishte një rrezik shumë i madh për krishterimin, sepse Ariosi filloi të predikonte që Krishti nuk është krejtësisht biri i Perëndisë, është krijuar në një kohë, ka një krijim në kohë, e nuk është Perëndi i përjetshëm. Në fillim këto fjalë dukeshin si jo shumë të rëndësishme, po Aleksandri që ishte Patrik asaj kohe, dhe Athanasi që ishte djakon, e kuptuan rrezikun e madh kësaj herezie, sepse nëse do përhapej kjo herezi, do të shtrëmbrohej gjithë doktrina, se për çfarë arsye biri i Perëndisë u mishërua dhe u bë si njëri nga ne, pikërisht për të restauruar ikonën tonë, dhe ne nuk mund ta shpëtonte një krijesë e krijuar, po Perëndia i përjetshëm. Dhe debati i madh që u krijua ndërmjet arianëve dhe ortodoksëve e ndau perandorin dhe përçarje shumë e madhe, grindje, luftra, dhe perandori Konstantin thirrri një sinod, në cilin u dënua doktrina e Ariosit dhe Shën Athanasi u kthye fitimtar në Aleksandri. Kur ndroi jetë Aleksandri, Patriku Aleksandris, i gjithë populli, i gjithë klerikët zgjodhën si Patrik Shën Athanasi. Por betejë nuk ishte mbaruar. Ariosi dhe shumë njerëz të tjerë që përkranin këtë doktrinë filluan të shpifnin e të krijonin vështirësi shumë të mëdha, sepse ndodh gjithmonë kjo gjë. Nëse njëri do jetojë në mënyrë të devotshme me Krishtin Jesu, shkruan Shën Pavli, do persekutohet. Njerëz të ndryshëm, nga zelia, krenaritë e tyre boshe, nga ambicjet e tyre, do fillojnë dhe të përhapin shpifje të tmerrshme kundër shumë njerëzve. Shën Athanasi është një nga hierarkët që është shpifur më shumë, së bashku me Shën Jan Gojartin e me Shën Nektarin e Pentapojës. Dhe pse Zoti lejon që njerëzit kaq të shenjtë të drejtë të shpifen? Këtë pyetje e bën Shën Jan Gojarti dhe i përgjigjet përsëri vetë, për dy arsye thotë. Nëse kanë mëkate, do ju falen mëkatet të mëdha. Nëse s'kan, do marrin një shpërblim shumë të madh, që do thotë në të dy rastet këto njerëz do dalin të fituar nëse e përballojnë sipas mënyrës së Perëndisë. I bën nga akuzat më qesharaket dhe akuzat më të rënda. 4 akuza mund të ishin që mund dënoheshin me vdekje. Thanë që ky njeri ka dërguar njërin, i cili ka shkuar në një fshat që ishte një prift me letianët, shkurtimisht po e them, Meletianët ishte një grup skizmatik
të cilët mbas mbarimit të persekutimit nuk pranonin që ata njerëz që kishin rënë gjatë persekutimit dhe ndoshta kishin mohuar Krishtin dhe ishin penduar e donin të kthenin, meletianët nuk i pranonin më. Po Patriku asaj kohe, Petro, së bashku me gjithë hierarkët më të rëndësishëm të kishës ortodokse në atë kohë, e dënuan këtë herezi tjetër, sepse të gjithë njerëzit mund të mëkatojnë, po gjithmonë qëndron edhe pendimi. Zoti i thot Pjetrit, që kur e pyet që sa herë duhet ta falin deri në 7 herë, thot jo, thot për 7 herë 70. Nëse njeri pendohet, kisha gjithmonë e pret përsëri. Nuk mund të vendosim në një mur, mos lejojmë njerëzit pse kanë mëkatuar. Kush është ai njeri që nuk ka mëkatuar? E kush është ai njeri që ka mëkatuar e nuk do që të falet nga Perëndia? Prandaj dhe meletianët krijuan një kishë të dy fish në Egjipt në atë kohë. Krijuan hierarkinë e tyre dhe gjithçka tjetër. Dhe një akuzë që i bën, pasi meletianët u pranuan nga sinodi i parë ekumenik, cilët erdhën dhe u penduan për ato që kishin predikuar. Akuza ishte që një prith që kishte dërguar Shën Athanasi, kishte goditur me shkelm potirin e shenjtë, kishte thyer gjithë enët e shenjta, kishte prishur kishën. E këto ishin akuza shumë të rënda, po ishin shumë lehtë për të vërtetuar. Akuza e dytë që ishte akoma dhe më rëndë, e akuzuan sikur ky kishte përdhunuar një grua. Edhe kishin paguar një grua që kishin gjetur gjithë to armiqtë e Shën Athanasit, duke i thënë që del dhe thua në sinodin që do mbajmë në gjykatën dhe ne do t'japim një shumë të madhe paras. Po në atë kohë nuk ishte epoka digjitale që njihen me fotografi. Ajo grua nuk e njihte fare. Edhe Shën Athanasi nxori një peshkop tjetër, i cili tha, grua tha, kur të kam takuar në ty? Ajo filloi të bërtiste, ja ti e thot se të njoh shumë mirë. Dhe u zbulua që ishte një mashtrim i madh. Por armiqt nuk pushonin përsëri, vazhdimisht përhapnin thashëtheme. E akuzuan sikur kishte shpërdoruar paratë e kishës, e kishte mbledhur thot enë të arta dhe arë shumë të madhe dhe kishte fshehur diku në shkretir, sepse ata e dinin që Shën Athanasi shpeshherë shkonte në shkretir, sepse ishte një nxënës i Shën Antonit të madh dhe rrinte vazhdimisht me murgjit, që donte ai paratë, ai ishte asket, çfarë do i donte ato gjë, por njerëzit këto gjëra mund t'i besojnë. Për çdo njeri që të shpifet, për punë parash, për njerëz do e besojnë. Dhe gjyqi u mblodh, u diskutuan gjithë këto gjëra, u bën disa hetime dhe u panë që Shën Athanasi s'kishte asgjë në vendin ku banonte, vetëm disa rroba të vjetra. Dhe akuzë një tjetër shumë e rëndë ishte që e akuzuan që kishte vrarë një peshkop me emrin Arsen dhe kishte prerë dorën e tij të majtë dhe me atë dorë bënte magji. Dhe erdhën në gjyq shumë të madh që për magjinë atë kohë mund të dënoheshe me vdekje dhe peshkop dhe klerik që ishin kundërshtar të Shën Athanasit morën dhe kishin gjetur një dorë të prerë diku dhe sollën në gjyq. E madje duke bërtitur me zë të madh në gjyq, thonin Athanas thot, nuk mund ta mohosh këtë krim që ke bërë e këtë dorë që ke prerë. Po gjyqi zgjati shumë dhe Shën Athanasi kishte dërguar njerëz të ndryshëm për ta gjetur Arsenin. Dhe e gjetën që ishte në manastir dhe e sjell në gjykat. Ku erdhi në gjykat, i tha, shikojni thot ku e keni Arsenin, se e njihni të gjithë. Shikojni thot që i ka të dy duart. Ato u larguan të turpëruar. Po përsëri mbas sa kohësh i bën një akuzë tjetër. I thanë që kishte penguar grurin që të shkonte nga Egjipti në Konstantinopol për të ngjallur kryengritje kundër perandorit. Në atë kohë ishin akuza shumë të rënda, se një kryengritje kundër perandorit dënoheshe me vdekje. E megjithatë e vërteta përsëri doli dhe Perëndia e shpëtoi. Por u persekutua jashtëzakonisht shumë, nga 46 vite që qëndroi si episkop, 17 vite ishin në internim. E sulmuan, e shanë, e shpifën, çfarë nuk thanë për te, e megjithatë e vërteta përsëri triumfoi. Pse vjen shpifja nga njerëzit? Vjen nga zelia dhe nga çmira. Po pse është çmira dhe zelia? Vjen nga krenaria boshe, sepse vetëm krenarët shpifin. Njeri që është i përunjur nuk shpif kundër të tjerëve. Dhe shpifja është një mëkat shumë i madh. Shënë Jan Goarti thonte që shpifsi është më keq se kanibali, se kanibali tha vetëm mishin.
po shpifsi përpiqet të hajë dhe shpirtin tënd, sepse shumë njerëz nga shpifja mund të kenë kaluar në dëshpërim, ose janë bërë si ai që shpif. 3 rruga kur njerëzit përballen me shpifjen. E para dhe e dyta janë njerëzore, që ai shpif një herë për ty, ti fillosh shpif 2 herë për të, edhe bëhesh si ai. E dyta është që ka lënë dëshpërim. Madje njerëz shpeshherë kanë vrarë dhe veten nga hidhërimi dhe nga dëshpërimi i madh. Rruga e tretë që është hyjnore është që ngrihesh mbi këtë. Dhe nuk i dhe veshin shumë atyre gjërave, sepse Zoti, nëse ne do ngrihemi mbi këtë, do i zbuloj përsëri gjithë shpifësit. Dhe ata që shpifen edhe e durojnë me durim të madh, sipas mënyrës Zotit, Perëndia do i lartësoj. Ja shikoni sa lart është ngritur Shën Athanasi i Madh, Shën Jan Gojarti, që çfarë lloj shpifjesh nuk than kundër ti, nga më qesharaket e deri më nga më të rëndat që mund të dënojë me vdekje, dhe arritën e bindën dhe perandorin dhe perandoreshin asaj kohe që e quan internim. E gjatë rrugës vështirë, duke ecur nëpër malet e Armenisë, ndroi dhe jetën. Por Perëndia e ngriti dhe e lavdëroi akoma më shumë. Sa shumë e shpifën shënektarin e Pentapojës nga akuzat më të rënda, por Perëndia përsëri e lartësoi më shumë se sa të gjithë të tjerët, sepse ata e dëruan shpifjen pa ju kundërvënë atyre gjërave. Shpifja është një mëkat i madh. Në shkrimin e shenjtë tek Proverbat thohet kjo: gjuha e shpifësit vret 3 vet. Vret atë që shpif, vret atë që dëgjon, dhe vret dhe atë që ka shpifur. Prandaj dhe shpifja është kaq shumë e dënuar në kish. Nganjëherë njerëzit ndoshta edhe pa i vënë veshin i përhapin shpifjet. Kështu që duhet kemi kujdes shumë kur gjërat që dëgjojmë. Mos themi gjëra pa e ditur që është e vërtetë ose nuk është e vërtetë. Madje shenjtorët dhe kur mësonin që diçka ishte e vërtetë, përsëri nuk flisnin për atë, po mundoheshin edhe t'i mbronin. Në sinodin e parë ekumenik është një ngjarje shumë e rëndësishme. Nga që pati debate shumë të mëdha ndërmjet arianëve dhe ortodoksëve, shkuan kush e di se sa shpifje te Konstantini i Madh, që ishte perandor në atë kohë. Dhe u bë një vandak shumë i madh. Dhe ky i mlodhi të gjithë ta, peshko, priftërie, gjithçka që kishin shpifur, dhe mori vandakun e madh me letra. Dhe aty ishte një përpara nëpër sallat e mëdha, manin një si enë shumë të madhe ku ndizej zjarri dhe ndriçonte, po dhe ngroheshin. Dhe i mori të gjitha ato dhe i hodhi i dogji. E ju tha këto fjalë: ju jeni, tha, klerik, thot, dhe i shërbeni Perëndisë, thot. Unë, thot, nëse do shikojnë një nga ju duke më katuar, do heqja pelerinën time dhe do e mbuloja, e nuk do ja tregoja të tjerëve. Jo ju, thot, sa më shumë duhet ishit të rregullt e të pastër, por natyra njerëzore është e rënë. Natyra njerëzore është e shtrembruar dhe krenaria ne na shtrembron shpeshherë. Ta luftojmë me sa mundemi krenarin, sepse nga krenaria vjen dhe çmira, dhe nga çmira vjen dhe shpifja. Ndodh shpeshherë, lavdëroni njëri, shumë fytyra nxjihen, nuk i vjen mirë. I duket sikur ja marrin lavdin atyre. Nëse ne nuk gëzohemi me gëzimin e tjetrit, do thotë që shpirti ynë nuk është pastruar. Në Filokalin, një nga librat më të famshëm të jetës shpirtërore të kishës ortodokse, thojnë këto fjalë: luma i njeri që gëzohet me gëzimin e tjetrit. Po sa veta gëzohen me gëzimin e tjetrit? Gjithë gëzohen me hidhërimin e tjetrit. Prandaj që nëse ne duhet dallojmë që zemra jonë është e pastër, kjo është prova. Kur dëgjojmë që lavdërohet në njeri, gëzohemi apo trishtohemi? Nëse trishtohemi, problemi është tek ne. E duhet përpiqemi që ta heqim helmin e çmirës nga shpirti ynë, sepse këto nuk sjellin mos falënderimin ka shi Perëndis. Ungjilli i sotëm përmend temën e falënderimit, që u shëruan 10 leproz, e vetëm njëri u kthye për të falënderuar, dhe ky ishte i huaj samaritan, thot. Nga vjen falënderimi? Falënderimi vjen kur njeri ka njohur Perëndin. Është e pamundur që të njohësh Perëndin e mos të jesh falënderues ka shi atij. Dhe nëse ne nuk e ke njohur Perëndin dhe jemi krenar, nuk kemi falënderim, po kemi ankime. Gjithë njerëzit sot ankohen. E sot jetojmë në ikone që po su ankove, ndoshta do mendojnë njerëzit që nuk je mirë nga mend, sepse të gjithë ankohen për çdo gjë. Ankimi është përshpërima e të ligut, që do thotë që nuk ka
të mirë më, gjithë janë prishur, gjithçka është e keqe. Nuk është nga Perëndia. Një njeri që do Perëndin ka dhe falënderimin në shpirt. Shenjtorët falenderonin madje edhe kur përsekutoheshin. Madje një nga lumërimet kjo gjë është, lumë thot ju thot, kur do ju shajnë, do ju poshtërojnë, e do ju persekutojnë, e do thonë çdo fjalë të keqe kundër jush për emrin tim, sepse e madhe do jetë paga juaj, na thot Zoti në Ungjil tek lumërimet. Nuk duhet trembemi kur njerëzit shpifin kundër nesh. As mos u trishtoni kur thon diçka. Nëse do e përballoj me besimin tek Perëndia, ajo do kthehet në të mirën tonë. Një shenjë shumë i madh, Shën Nikolau i Orit, ka një lutje shumë të bukur. Kushdo që mund ta gjej, ta lexoj. E lutja titullohet kështu: O Zot, beko armiqtë e mi. Në fillim duket si e habitshme kjo gjë, por kur e shtjellon lutjen ai fillon dhe kupton pse. Edhe thot këtë gjë: sa herë më kapte mendimadhësia, e mendoja se isha shumë i madh, armiqtë thot më ulin poshtë në tokë. Dhe nuk e di kush më ka ndihmuar më shumë, miqt apo armiqt. Shpifja nuk do të dëmtojë ne nëse do kemi besimin tek Perëndia, madje do forcojë shpirtin tonë, do na pastrojë, e do arrim atë fazë që të bëhemi të ngjashëm me Perëndin, se do i duam dhe armiqt tanë. Si përfundim do ju tregoj një ilustrim, e kam treguar këtë histori për këtë gjë. Shën Pajisi i Madh ishte një shenjtë jashtëzakonshëm. E donte Krishtin jashtëzakonisht. Dhe për dashurinë e madhe që kishte për Krishtin, Krishti i premtoi që lipsani jot nuk do prishet. Dhe mbas 1700 vjetësh, lipsani i tij është i paprishur. Është në një manastir në shkretirën e Nitris, një manastir kushtuar Shën Pajisi të Madh. Dhe ka një histori. Një nga nxënësit e tij e mohoi Krishtin. E mohoi madje edhe filloi të fliste kundër krishtërimit. Shën Pajisi lutej çdo natë për të. Dhe mbas një viti, Krishti u shfaq dhe i tha: Pajis, po lutesh për një nga armiqtë e mi? E i përgjigjet: po Zot, të lumë Pajis, po bëhet i ngjashëm me mua. Gjë që do thot, nëse ne ka përcejmë urrejtjen, inatin, është gjithçka tjetër, e do duam dhe ata që na shajnë, jo ato që na lavdërojnë, do thot që jemi të bërë të ngjashëm me Perëndin. E ky është kulmi i zhvillimit shpirtëror të një krishteri, i cili nuk ka më urrejtje në shpirt. E njëri që s'ka urrejtje, as nuk shan njëri, as nuk shpif kundër tjerëve, as nuk ka zili për të tjerët, madje gëzohet me gëzimin e tjerëve. Le të mundohemi të kemi këto virtute, sepse ne pastrojmë shpirtin tonë, do ndriçohemi, e duke u ndriçuar do shpëtojmë veten tonë dhe jo vetëm tonë, por dhe shumë njerëz janë rrotull nesh. Amin.